Fronti Evropian është ende në fazën e bisedimeve të brendshme për të përcaktuar kandidatët më të pranueshëm për votuesit në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në tetor. Deputeti i këtij koalicioni Blerim Bexheti deklaroi për televizionin Shenja se procesi pritet të përfundojë brenda këtij muaji, tha se aktualisht po zhvillohen anketa të brendshme. Bëhen gjitha hulumtimet për kandidatët më të pranueshëm nga popullata, për kryetarët komunave. Njëkohësisht është edhe procesi i brendshëm në kuadër të partive politike që përbëjnë frontin evropian, qoftë për listat për këshilltar, qoftë për kandidat për kryetar komune, kështu që suazat Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Frontit Evropian ende është procesi që besoj se është nga fund. Edhe koalicioni Vlen është në fazat përfundimtare të procesit të përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash. Zëvendës kryeministri Izet Mexhiqi tha se presin rezultatet e anketave për të vendosur se me cilët kandidat do të galojnë në 16 komuna, në të rësisa janë shqiptare. Vleni ka angazhuar agencione serioze për anketim në çdo komunë ku gravitojnë shqiptarët, janë ndikun 16 komuna. Dhe anketa dhe në japin orientimin për kandidimet. Pra nuk flasim për emra të përveç. Ndonë se ende nuk i kanë zyrtarizuar, nga Fronti Evropian si kandidati mundshëm në Çajër përmendet emri i Bujar Osmanit, që përballë mund ta ketë zëvendës kryeministrin Izet Mexhiqi, ndërkohë në Tetov Bilal Kasami nga Vlen është i sigurt, njëjtë siç i sigurt në Zhelin është Blerim Sejdiu dhe në Vrapçi Sen Shabani, ndërkohë që partitë shqiptare vazhdojnë konsultimet e brendshme me partitë politike maqedonase kanë nisur tashmë promovimin e kandidatëve në disa komuna. Zgjedhjet lokale të rregullta në Maqedoninë e Veriut pritet të mbahen në muajin tetor të këtij viti.